Përshëndetje. Pyetja me shtruar, me lakuar gjatë këtyre ditëve është pyetja si arritën t'i klonojnë të rinjtë t'i bëjnë si të vjetrit, ose të paktën t'i bëjnë të duken si të vjetrit. Si arritën që Adeti Klapajn, Arlind Qorin, Endre Shabanin, Pano Sokon, si arritën kjo kast politike, kjo kast mediatike, gjithë këta, si arritën që t'i bëjnë këta njerëz të duken po aq të vjetër sa edhe të vjetrit. Dhe kish gënjimi madh, kish frustrimi madh i shoqërisë përpara këtyre njerëzve që janë kaq të rinj në moshë dhe kaq të vjetër në retorikë, i ka bërë të bëjnë vazhdimisht këtë pyetje. Pa patur as pak dëshirë të dukem si njeri që zbuloj gjëra të mëdha dhe që di, që nuk di asgjë. Prandaj dhe komunikoj me njerëzit, komunikoj me ju, lexoj komentet tuaja, edhe vërejtjet, edhe të gjitha ato, që të kuptoj diçka nga ajo që dua të them, ose të komunikoj pak më vonë. Dhe duke patur gjithë atë eksperiencën e jetës, me ato që kemi parë me diktaturën, pas diktaturës, gjithë kjo anarki, gjithë kjo tranzicion, unë kam me ju për të ndarë 3 gjëra. A. Është çështja mediatike. Dihet që gazetarët në Shqipëri kanë një ndikim jashtëzakonisht të madh për shkak se po t'i vini re, ata janë langojnë që hedhin të gjitha palët e pamë dhe nga Velia, i kemi parë nga Berisha kur është pamë nga grata, gjithë këta, janë pikërisht këta gazetarë të cilët i marrin dhe i fusin në torno këta, ose të themi më mirë, i fusin në për shablonet e tyre dhe ju japin formën që duan. Çfarë formë ju dhanë Endre Shabanit, Adeti Klapajt, Arlind Qorit dhe Pano Sokos, atë agresivitetin e madh, që nuk ka të fjallën e ëmbël që të tërheq, jo fjallën filozofike që s'mund ta kenë, se është edhe mosha, as fjallën profetike, se profet nuk është asnjë, po nuk kanë atë thjeshtësinë, atë qiltërsinë, atë ëmbëlsinë që duhet të ketë një njeri i cili është futur në arenën politike për interesin publik. Nuk e kanë, jo vetëm kaq, po me kalimin e kohës, duke e parë që nuk po arrinin të bëheshin politikanë të besueshëm, u bën shumë agresiv. Duke qenë agresiv, u bën të pabesueshëm. Duke qenë të pabesueshëm, atëherë erdhën në këto ditë që duket si i riu i vjetri, janë vjetruar, pa nusëruar. Shkojmë pak me Turqie dhe shikojmë German B, të asaj që një unë, kaq sa më duket mua. E para punës ata nuk u drejtuan tek studentët, sepse studentët duke i dëgjuar këta, maq sa dëgjojnë, maq sa kuptojnë që janë të veçuar nga politika, janë larg Facebookut, janë merren me TikTokun, me gjëra të vogla, duke u larguar nga studentët këta që ishin dhe vetë gjithë ditën me studentë, janë pedagogë të gjithë, duke u larguar nga studentët këta filluan dhe humbën bazën, domethënë nuk kishin më këmbët në tokë. Pse them për studentët? Sepse janë studentët elita e ardhshme. Domethënë ajo, elita e ardhshmes del nga universitetet, kështu presupozohet. Pavarësisht se në këtë nivel që janë universitetet, dihet se çfarë elite do kemi. E para punës pra humbën atë rinjin, humbën mbështetjen e studentëve, humbën dashamirësinë e tyre. Nuk mundën të drejtoheshin drejt studentëve që janë baza e elitës së ardhshme, së ardhshmes. Por, në të njëjtën kohë, duke dëgjuar një pjesë e elitës, sidomos pjesa e tërhequr e elitës, ata që janë pjesa gri e elitës, se kjo pjesa që është partijake, kjo dihet si është shqipta, që bëjnë namin e zi në për studiet televizive dhe s'lenë, prandaj dhe nuk futen ata elitarët që janë pak më të ekuilibruar, me gri, dhe pikërisht këta, duke u futur me gazetarët në të njëjtin nivel, duke mos ju i lejuar ata që bëjnë si maskarenj herëherë dhe si budallënj herëherë, shejtan budallënj herëherë, duke mos e evituar konfliktin me te, atëherë vunë vetë pa dashje shenjën e barazimit. Njërën vizë kishin e vetë njëna palë, tjetra palë vuri vizën tjetër, dhe vunë shenjën e barazimit midis tyre, duke i parë në shenjë barazimit të njëjtë me këta horra gazetarë të kësaj oligarkie mediatike, e paguar mirë nga oligarkia ekonomike, e privilegjuar dhe nga oligarkia politike, që njohin prej 35 vjetër, kush është Ben Feziu dhe Rakipi, Sokol Balla, njeri tjetër, gjithë se janë shumë këta, atëherë elita u tërheq. Dhe duke humbur, thamë ne,
studentët në një anë, duke humbur edhe elitën, atë pjesën e elitës që është pa komprometuar, pa përlirë, jo pjesën e elitës që është bërë këtu lëmshëli, atëherë shkuan dhe sa më shumë humbisnin nga elita, do të thënë nga studentët, mbështetjen e studentëve, dashamirësinë e studentëve dhe të elitarëve, kemi të në fjallën elitar, ka ndonjë disa, atëherë bëheshin gjithmonë me agresiv. Sa më shumë bëheshin agresiv në media, që i shikonin ne, aq më shumë humbisnin nga elita dhe nga studentët. Dhe tani janë në të njëjtin nivel. Si ata që kanë 35 vjetë, retorika e tyre që kanë 35 vjetë në pushtet, si retorika e Adriati Klapajt, e Arlin Qonit, e Panosokos dhe Endri Shabanit, janë në të njëjtin nivel. Në qoftë se unë jam i gabuar, me gjithë shpirti pres vërejtjet tuaja, t'i thoni lirshëm, unë kaq kisha mundësi të them, kaq kam lexuar, kaq kam parë. Në qoftë se keni diçka për të shtuar, me gjithë qefun i pres vërejtjet, dhe të kërkoj edhe falje në qoftë se nuk i kam të drejta për të fituar dhe për tendencë nuk kam. Se unë kam refuzuar të jem edhe në listat për kandidat për deputet. Ju falenderoj.